Shumë njerëz nuk e kuptojnë rrezikun e korrupsionit, ose le të themi që mendojnë se e kuptojnë, deri në momentin që përballen me të. Korrupsioni nuk është thjesht një problem ekonomik. Ai është një plagë morale që na pengon zhvillojmë një shoqëri të drejtë dhe të barabartë. Kur ne shesim votën tonë, nuk mbaron me kaq, sepse në fakt ne shesim të ardhmen e një brezi të tërë. Në këtë luftë, çdo individ është i rëndësishëm. Çdo zë është i nevojshëm, sepse ne nuk jemi vetëm një grup njerëzish, ne jemi një forcë që mund sjellë ndryshim. Prandaj le të angazhohemi, le të votojmë me integritet dhe të qëndrojmë të bashkuar në këtë betejë, në mënyrë që ta bëjmë zërin tonë të ndihet. Le ta provojmë fuqinë tonë, sepse ndryshimi fillon me ne dhe ai ndodh në zgjedhjet e ardhshme.